Islami dhe shkencat natyrore. Karakteristika e këtij lloji të shkencës islame qëndron në atë se pika qendrore është vënë në shqyrtime dhe hulumtim. Shkencëtarët, hulumtimet e tyre i filluan me përgatitjen e fjalorëve për shprehje, fjalë teknike, të cilat i gjenin në gjuhën e tyre. Me durim të madh, ata i bastisën, i kontrolluan të gjitha librat me poezi dhe prozë dhe prej tyre nxorën çdo term teknik, i cili më pas klasifikuhej sipas lëndës, anatomia, zoologjia, botanika, astronomia, mineralogjia. Çdo gjenerate e re i rishqyrtonte punimet e paraardhësve me qëllim që të shtonte diçka të re. Botanika është hulumtuar, studiuar në veçantë me përjashtim të emrave të disa bimëve që nuk rriteshin në botën e atëhershme islame. Nuk ka pasur asnjë emër me përjardhje të huaj. Enciklopedia botanike e Dinaverit vdiq më 899. Në 6 vëllime është përpiluar bile para se të përkthehet në gjuhën arabe vepra e parë greke për botanikën. Dinaveri nuk i përshkroi vetëm pamjet e bimëve, por dhe kualitetet ushqyese të tyre, vetitë farmakologjike dhe të tjera. Ai ka bërë klasifikimin e tyre, ka folur për vetitë e tyre e tjera. Mjekësia. Edhe mjekësia të muslimanët ka bërë një përparim të madh në anatomi, në farmaci, në organizimin e spitaleve, në stërvitjen e kuadrove medicinale. Fal kufizimit me Bizantin, Indin, Kinën dhe me vendet e tjera, mjekësia islame u formua si sintezë e shkencave botërore, e vënë në provë, eksperiment dhe e zhvilluar me kontributin e vet. Veprat medicinale të Raziut, Ibn Sinas dhe të tjerëve, gjerë në kohët më të vonshme, mbetën themel i tërë mjekësisë, duke përfshirë të perëndimor. Mjekësia pra u furnizua me të madhe nga këta kolos të mëdhenj të botës islame, me dije, me taban shkencor. Optika. Optika zë vend të posaçëm në shkencën islame, është e njohur vepra e libri i Rrezeve nga Al-Kindi, e cila më të madhe ja kaloi shkencës greke në këtë dëmi. Pastaj vjen Ibn Haytham Al-Hazan 965, i cili gjithashtu bëi famshëm, kështu Al-Kindiu, El-Farabiu, Ibn Sina, Biruni dhe përfaqësues të tjerë të shkencës islame nuk mbetën prapa asnjërit prej emrave të mëdhenj në historinë e shkencës. Mineralogjia dhe mekanika. Mineralogjia ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve sa për qëllime medicinale, aq edhe për shkak të njohjes së gurëve të çmueshëm, të cilët kërkoheshin pa mos. Veprat e Birunit dhe të tjerëve ende shfrytëzohen në këtë lëmi. Ibn Firnas e shpiku aparatin për fluturim, vdiq në një gjendje fatkeqësie duke mos lënë trashëgimtarin i cili do ta përkryente punën e tij. Në suazat të mekanikës, shkencëtarët e tjerë shpikën makinat për nxjerrjen e anijeve të fundosura, për shkuljen e trungjeve të mëdhenj e tjerë. Në fushën e hulumtimeve detare janë shkruar shumë vepra për peshqit dhe për përpunimin e margaritarëve. Zoologjia, studimi i shtazëve, të egra dhe zogjve gjithmonë ka tërhequr beduinë arab. Xhahizi ka shkruar një vepër të madhe për jetën e shtazëve dhe që atëherë ka folur për zhvillimin e llojeve, të cilën gjë më vonë e përpunuan Miskevehi, Kazviniu, Damiriu e tjerë. Kimia dhe fizika. Kurani kërkon që njerëzit të mendojnë rreth krijimit të gjithësisë dhe të studiojnë se si qielli dhe toka i nënshtrohen njeriu. Në Islam kur nuk ka patur mosmarrveshje midis besimit dhe arsyes. Për këtë shkak, muslimanët filluan shumë herë të merren me studim serioz në lëmin e kimisë dhe të fizikës. Vepra të këtilla qysh në shekullin 8 u përshkruan Halid ibn Yazidit, Jafer Sadiku dhe Xhabir ibn Hayyanit. Veçoritë e punës së këtyre shkencëtarëve është eksperimenti. Me studimet dhe vështrimet e tyre ata të buan një numër të madh faktesh, me ndikimin e tyre edhe alkimia vjetër shndrua në shkencë e cila bazohej në fakte të cilat mund të argumentohen. Xhabiri ka njohur proceset kimike të kalcinacionit dhe të reduktimit. Ai gjithashtu përpunoi metodat e evaporizmit, sublimimit dhe të kristalizimit. Shumë përkthime latine të Xhabirit dhe të tjerëve mund të dëshmojnë se sa detyrim u ka shkenca moderne shkencëtarëve musliman. Dhe se si për zhvillimin e saj së pari mund të falenderoj metodën islame të eksperimenteve. Matematika. Diturit matematikore lanë gjurmë të pashlyera të kontributit islam. Fjalë, algebër, zero, shifër, tarif e tjerë janë me prejardhje nga muslimanët. Emrat e al-Havarizmit, Omer ibn Hayyami, Birunit dhe të tjerëve do të mbeten të njohur përgjithmonë në disiplinat e matematikës. Merita për zburimin e trigonometrisë u takon matematicianëve musliman. Muslimanët janë marrë me shumë lëmi shkencore derisa shkatrimet e barbarëve nuk i goditën dy qendrat kryesore intelektuale të tyre: Bagdadin në lindje dhe Kordovën e Granadën në perëndim. Shumë biblioteka me qindra mira libra dhe dorëshkrime bashkë me këto qytete u dogjen. Msakrusit nuk i kursyin as dhe shkencëtarët. Ajo që u krijua me shekuj u zhduk për disa ditë. Për rikthimin e së humburës duheshin shekuj të rinj dhe kushte materiale.